rrethit e tij shoqëror, po themi të individëve të tjerë për të bërë pjesë e praktikave apo atyre që ta individ besonin dhe që nuk ka lidhje fare me fenë, sepse kemi një background para 7 apo 8 vitesh kur fillimisht Erzenuka u hetua dhe u gjykua nga ish prokuroria për krime të rënda dhe gjykata për krime të rënda. Në atë proces është evidentuar qartë radikalizimi të iskajshëm i këtij individi, i cili nuk pranonte as të kryente rritet ose më saktë procedurat e solemnitetit në gjykatë. Në sallën e gjyqit, pra të çohej, të betohej, për t'ju bindur prokurorit, gjykatës e tjerë me radhë. Ka patur dhe kërcënime ndaj gjykatësit, prokurori asaj kohe ka qenë Eugen Beci. Dhe nuk është rasti i vetëm, sepse këto janë raste që radhë shfaqen, paktën në këto lloj niveli, po themi që ndërhyjet, zbulohet armatim. Një gjë nuk kuptoj, për çfarë i shërben të gjithë ky armatim dhe kjo banesë, pra kjo. Ktu është pra. Pra a kanë patur lidhje me grupe të tjera jashtë vendit, pra çfarë kanë qenë, kush e ka ngritur alarmin e shërbimeve të antiterrorit? Ktu doja dilja. Për këta 2 personazhe. Unë thash, shkaku ka qenë një interceptim i komunikimeve elektronike nga drejtoria e antiterrorit që ka çuar më pas indicje që këtu kemi të bëjmë me një aktivitet dhe pamjet e tregojnë vetë. Çështja është që ky lloj kontingjenti është i rrezikshëm jo vetëm në aspektin e propagandës lidhur me ekstremizmin e dhunshëm apo radikalizimin. Çështja është që ta individi janë një risk shumë i madh për të rekrutuar nga grupet kriminale. Dhe nesër, sepse pyetjet janë për shembull që shtrohen sot, dhe që po hetohen është ku e ka gjetur këtë armatim ky individ, i cili nuk rezulton të ketë të ardhur apo themi në formë të lishme etj me radhë. Çfarë qëllimesh ka patur për këtë armatim krahas propagandës në rrjetet sociale apo në platforma që ky kontingjent kanë zgjedhur për të komunikuar. Edhe vendovja në Orosh, në Mirdit, një nga zonat më katolike të Shqipërisë. Bëjnë stërvitje. Pra, kjo lloj kategorie preferojnë këto zona larg syrit të publikut, larg syrit të banorëve, sa më larg zonave të banuara. Vetë Erzenuka është nga Kamza. Jeton në mos gaboj, jeton në Kamës. Nga Kurbini. Por me origjinë është nga Gjormi Kurbini. Por ka patur këtë lloj aktiviteti dhe po thoja që këto raste dalin në sipërfaqe dhe ne i komentojmë apo bëhen analiza apo edhe objekt i debatit publik vetëm kur kemi raste të tilla. Por ne realisht kemi një aktivitet që vijon çdo ditë lidhur me këtë lloj kategorie që janë të radikalizuar. Se ndoshta u zjata, po ne vetëm vjet patëm një person i cili ishte skeduar, ishte evidentuar nga autoritetet tona të antiterrorit, ishte arrestuar disa herë me armë, pa leje, për thirrje të radikalizuar dhe sa po shkoi në Amerikë arrestoi FBI-ja.